diasporës. Edhe me njëherë ka veprimet ose kontributin që kemi dhënë këtu në Amerikë, po flas sidomos në Amerikë, shihet më herë me disa indikatorë që vinë nga Kongresi Amerikan, nga administrata amerikane, kështu që është shumë paktësi tepër për neve nëse zbehen marrëdhëniet. Për Kosovën, çka mund të paraqes problem nëse kemi një raport jo të mirë me Amerikën? Amerikën e kem të vetmin aliat i cili gjithmonë konstant ka qenë në anën tonë. Jo vetëm që na kanë njohur spari, po na kanë mbështetë në çdo aspekt, ekonomik, politik, diplomatik, po edhe në sigurisë. Mi edhe shkel mbrapa një aleati sikur Amerika, ajo është qendrore për vetë ekzistencën e Kosovës. Prandaj nuk e kuptoj se si mundet edhe mu qitë në pikë pyetje se çka duhet bë ose çfarë duhet